Unë mendoj se qeveria duhet ta trajtoj shumë seriozisht sa deri më tani çështjen e cilësisë rrugëve, rrugët që ndërtojmë ne. Pasi janë harxhuar me miliarda euro dhe për fat keq gjendja e rrugëve është shumë kaotike, si dhe disa fusha tjera, por sidomos sistemi rrugor, transporti ka nevojë për ndryrje urgjente, sepse është e lidhur direkt me zhvillimin e ekonomisë. Në sa duket, sikur se thatë edhe ju, këtu elementi kryesor që ndikon në këtë gjendje është korrupsioni. Korrupsion në mënyrën se si projektohen, me vlera shumë të larta, si tenderohen, pastaj si zbatohet, dhe veçanërisht probleme mendoj se ka supervizimi i tyre, ku ata që hartojnë projektet bëjnë supervizimin dhe paguhen nga vetë firmat. Këto praktika ka ardhur koha që të marrin fund. Fakti që ne po na rrëshkasin arterje të rëndësishme, sikur se është kjo e juglindjes, por edhe të tjera të cilat ne i kemi ndeshur gjatë këtij muaji dhe nuk po duhet ndalem me emra, tregon që ka probleme serioze. Më kujtohet ka probleme serioze dhe trajtim pjesharak nga qeveria. Si në rastin, mendoj të asaj që tha kryeministri, që nuk ka të bëjë me korrupsion dhe gabime njerëzore, por është rrëshqitje për shkak të motit, rreshjeve të shumta e tjera. Pra e konsideroj si një fenomen natyror. Unë mund t'jap një fakt thjesht që në dorë të 2024-s ne diskutonin buxhetin e vitit 2025 dhe në komision erdhi edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku. I kam ngritur çështjen e cilësisë së rrugëve dhe për shembull të Thuman Kashar ose për tunelin e Llogoras, por midis të tjerash, duke qenë se shkoj shpesh në atë zonë, për autostradën e korridorit 8 nga Elbasani deri në Qafthan. Dhe i thash që vëre me shqetësim që kjo rrugë po ndërtohet me zhavorrin e lumit. Dhe me sa di nga inxhinierët e ndërtimit, nuk është e këshillueshme, bile e ndaluar që rrugët të ndërtohen me zall lumi. Pse? Nuk ka fërkim. Rrëshqasin gurët dhe pas sa kohe do të krijohet defekti, do të krijohet gropa, do të rrëshqas toka e kështu me radhë. Dhe në fakt kjo ngjall. Dhe me kënaqësi, në fakt është për të thënë që na vjen keq që ndodhim kështu, po vura re që një inxhinier që dolin dhe po analizonte këtë situatë, një nga shkaqet e para që përmendi është që nuk ndërtohen autostradat me zhavor lumi. Kështu që kjo është një fushë që duhet trajtuar me shumë seriozitet, nuk është se s'kemi pasur praktika të tilla rigoroze të shqyrtimit të projekteve dhe të realizimit të tyre, por në sa duket korrupsioni i ka zhveshur të gjitha dhe tashti ndodhemi në këtë gjendje ku jemi. Procedurat, shtyrja në kohë sigurisht bëhet për të fituar kohë dhe për ta sfumuar sa të jetë e mundur më shumë çështjen. Kjo s'do ndonjë inteligjencë të madhe për ta kuptuar. Është bërë shumë zhurmë për këtë rast, mendoj. Dhe kam parë interpretime të shumta ligjore, qoftë për qëndrimin e gjykatës kushtetuese apo për qëndrime të tjera nëse duket hequr imuniteti sa kohë që ajo nuk është në funksion e tjera. Mendoj që gjithë debati tekniko-ligjor nuk vlen përballë çështjeve morale. Një funksionar kaq i lartë kur hetohet nga prokuroria për korrupsion dhe korrupsion në nivele të mëdha, e para gjë që duhet bëj është të japi dorëheqjen dhe të shkojë të hetohet pa pasur përgjegjësi shtetërore. Mbajtja e përgjegjësive shtetërore nuk
ka synim tjetër, vetë se të përdori pozicionin zyrtar në funksion të mbrojtjes vetë. Nëse do të krijojë kjo kulturë në Shqipëri, shumë çështje do të ishin hetuar më shpejt dhe njerëzit do të mund të vjeshin para përgjegjësisë ose dalin të pafajshëm, sikurse pretendojnë. Në këtë kuptim mendoj që edhe legjislacioni ka nevojë të përmirësohet dhe është bërë debat për këtë çështje, duke parë rastet, duke filluar që nga arresti shpjak i zotit Berisha, 2 vjet që po ndodhet në burg Erion Veliaj, po kështu ish presidenti Ilir Meta, mendoj që t'i mbash në burg sa kohë që nuk ka vendim të formës prerë për fajsin e tyre, nuk është normale. Po të supozojmë se ndonjëri nga këta dhe uroj, se s'ka pse të synojmë që atyre ata të penalizohen nëse janë të pafajshëm. Po sigur dalin të pafajshëm. Kush do mbajë përgjegjësi për gjithë këtë dëmshpërblim që do të kërkojë çdo njëri prej tyre. Prandaj edhe praktika në vendet demokratike në të gjithë botën, jo vetëm në Europë, është që në rastet kur ka akuza të tilla, dorëhiqen, ndiqen jashtë funksionit dhe të lirë. Dhe më pas në varësi të verdiktit të gjykatës do i nënshtrohen atij ose jo. Pozicioni i tyre është i krejt i ndryshëm. Ndërsa Velia ishte i zgjedhur i pushtetit vendor me shumë pak kontakte në aktivitetin e tij të përditshëm me kryeministrin, zonja Palluku është krau i djathtë i kryeministrit, është zëvendës kryeministre. Por shumë çështje ajo ka firmosur në emër të kryeministrit, por njëkohësisht është edhe komunikimi midis tyre që porosit që jepen siç ndodh rëndom këtu në Shqipëri, që për tendera nga më të rëndësishmit nuk kryhen mbi bazën e analizave paraprake dhe të interesave të vendit, por kryesisht predominojnë lidhjet direkte dhe indirekte ndërmjet të interesuarve. Përfshirë këtu dhe lidhjet korruptive. Kështu që në këtë rast kryeministri është shumë interesuar që të angazhohet, siç është angazhuar që të mbrojë fatin në mos politik, po s'paku fatin personal, individual të Ballukut, sepse sikurse me të drejtë supozohet nga këto lidhje duhet të ketë risk edhe për vetë kryeministrin. Është vërtet u bën 13 vite dhe 13 vite janë shumë për një opozit që mos ketë qenë në gjendje që të përmbysi Edi Rama. Dhe për fat keq, rezultatet e opozitës kanë ardhur në përkeqësim. Po të krahasosh 2021-shin kur ishte rasti apo zgjedhjet më të mundshme për të rrëzuar Edi Rama, me 2025-ën diferenca është 10 vishuar, nga 30.000 vota ka shkuar në 300.000 vota me majorancën, ndërmjet majoranca me opozitën. Ka shumë arsye cilat kanë të bëjnë me pa përgatitjen e opozitës për të qenë përfaqësuese e interesave të djathtës dhe qytetarëve shqiptar. Mjetet që zgjedh opozita për t'u kundërvënë majorancës janë shumë të limituara dhe nuk janë më efektive. Prej 13 vitesh, goditja kryesore është të kritikohen veprimet e majorancës, korrupsioni në radhë parë. Por nuk është vetëm kjo detyra e opozitës. Opozita duhet jetë alternativë. Qytetarët nëse nuk shohin që si alternativë nuk kanë pse të ndjekin. Dhe të jesh alternativë do të thotë të kesh një program i cili është fokusuar në 4-5 çështje kryesore dhe jo në të gjithë çështjet me cilat përballet Shqipëria dhe shqiptarët gjatë kohës zgjedhjeve, si ka ndodhur rëndom me programin e Partisë Demokratike. Për shembull, opozita duhet përqendrohet në pagat dhe pensionet, cilat ka nevojë urgjente që të rriten, sidomos pensionet. Opozita duhet përqendrohet në problemet e bujqësisë, sepse ne kemi
gati gjysmën e popullsisë që jeton në fshat dhe po braktiset fshatin në mënyrë masive. Atëherë si do të zgjidhet? Duhet japi alternativat që të jenë të kapshme, të thjeshta, por edhe të realizueshme. Jo të premtojmë kur e dim edhe vetë që ajo që themi nuk është e vërtetë. Nga ana tjetër opozita do organizim. Për fat keq organizimit, që kur kemi dalë në opozitë në 2013 dhe këtej nuk i është kushtuar vëmendje. Sot strukturat kanë ardhur duke u rrudhur për ditë e mtepër. Më pak njerëz vjen, edhe prej largimit në emigracion, edhe prej agresionit që e majta ushtron ndaj djathes dhe i atërheq njerëzit me influencë, por edhe për shkak të mungesës së kontrollit nga qendra në deg, për shkak të mungesës së financimit. Sot degët e PD-s funksionojnë pa mbështetjen më të vogël financiare. Po si do të kërkosh ti që një kryetar dege bashkë me njerëzit që kanë aty, do të mundet ta kesh 24 orë në dispozicion, kur ai do mendoj edhe për të mbajtur familjen. Deri në vitin 2013 ne kemi siguruar mbështetje financiare edhe në opozitën e parë, kur ishim kushte edhe më të këqija, kemi siguruar mbështetje financiare për të realizuar aktivitetin e degëve. Kjo ka çuar që të jemi në këtë gjendje ku jemi. U bë 13 vite që ne organizojmë vetëm protesta. Jo se protestat janë jo të domosdoshme, duhen protestat, por gjithçka, sikur se thash, duhet jetë me masë. Po protestat të dhunshme, qytetarët nuk i përqejnë dhe ta heqin mbështetjen. Pse? Me dhunë është ngopur Shqipëria. Gjithë ky tranzicion përgjithsisht her pas here me ulje, me ngritje është karakterizuar nga dhuna dhe njerëzit duan qetësi, që të zhvillojnë ekonominë e tyre, të shijojnë jetën që kanë me ato mundësi që kanë. Për fat keq, mendoj unë, opozita megjithse ka kaluar në këtë rrugë përpjekjesh për të hequr Edi Ramën, ka përdorur një sër taktikash dhe metodash, ende nuk kupton ose nuk do të kuptoj që këto janë pa efektivitet dhe duhet ndruar qasje. Tash së fundi kishim në Shqipëri 2 grupe të huajsh, delegacionin e Parlamentit Evropian të kryesuar nga David McAllister, i cili një nga gjërat e para që i sugjeroi opozitës ishte që në shoqëritë tona nuk ka vend dhuna. Ne nuk vim në pushtet nëpërmjet dhunës. Po kështu dhe nuk e takoi zotin Berisha. Në një shenjë të qartë të mosaprovimit të lojës politike të Partisë Demokratike për këtë periudhë që ne jemi. Dhe tjetra, delegacioni i Partive Popullore Europiane, që kishte ardhur me kërkesë të PD-s, cilët e thanë qartë, ne jemi parti të djathta. Ne nuk vim në pushtet nëpërmjet Molotovit dhe dhunës. Molotovi dhe dhuna janë arsenal i ekstremit majt dhe i grupeve të tjera të cilat dhunën e kanë element thelbësor të veprimtarisë tyre. Ne kemi aktivitetin parlamentar, aktivitetin me qytetarët, programin dhe nëpërmjet atyre kërkojmë votën e qytetarëve. Këto elemente, me sa duket, ekipi aktual drejtues i Partisë Demokratike nuk i merr në konsiderat, nuk reflekton. Afton të shikosh zgjedhjet e 2025-s. Ne humbëm me rezultat të thellë. Po keni parë njëri që të rriqet dhe të mbajë përgjegjësi? Asnjëri prej tyre. Po si është e mundur? Na vodhën. Po dakord na vodhën, po në 2021 ishin 30.000 vota ishin brapa tyre. Sot jemi 300.000 vota. Pra, diferenca është kaq e madhe sa nuk mund ta mbulosh dhe të justifikosh vetëm me vjedhjen. Unë e di që Edi Rama, sepse i kam marrë pjesë në gjitha fushatat janë zhvilluar, Edi Rama e përdor gjërësisht të qenurin në pushtet. Gjithë mekanizmat që ja jep pushteti, ai i përdor në funksion të mbledhjes votave, që është jo e ligjshme, por përtej kësaj pastaj vijnë përgjegjësitë e vetë forcës politike, të cilat
Partia Demokratike asnjëherë nuk është ballafaquar me to dhe asnjëherë nuk ka mbajtur përgjegjësi. Dhe për fat keq me ço edhe nuk ka për të mbajtur në të ardhmen. Një nga vërejtjet e rëndësishme që bëri delegacioni i Partive Popullore Europiane ishte që ne si Parti Popullore drejtohemi nga statuti. Statuti është ligj ynë dhe statuti duhet zbatuar. Dhe sakon që ne kemi në statut dorëheqjen, kryetari i partisë që humb zgjedhjet duhet t'jap dorëheqjen. Lulzim Bashën me lëvizjen e rithemelimit për këtë arsye e hoqim nga drejtimi i Partisë Demokratike, vendosëm zotin Berisha, i cili ishte në krye të lëvizjes së rithemelimit, të cilën e mbështetëm me shumë forca, energji dhe entuziazëm, ndryshuam statutin, e bëm të prerë nenin për dhënien e dorëheqjes në rast se humbet cilat do palë zgjedhje vendore apo kombëtare, për fat keq u rikthyem atje ku ishim, u rikthyem në Orojgjin. Nuk u dha dorëheqja nga kryetari i partisë me humbjen e zgjedhjeve të 2025-s, nuk u bë asnjë analizë. Po pretendohet që po bëhet analizë, por gjithë ky tur foltoresh nuk është analizë, e ashtu sikurse duhet jetë të nxirren përgjegjësitë, nuk u ndryshua asnjë njeri nga ekipi drejtues. Përkundrazi, gjithë i mbajtën postën, madje dolën edhe më të fortë se sa ishin para zgjedhjeve dhe në kushtet kur i humbën ato. Dhe këshilla tjetër që dha ekipi i Partive Popullore Europiane ishte që elita e partisë qarkullon, ndrohet, humben zgjedhjet, rinovohet ekipi drejtues, në mënyrë që t'i ngjallësh shpresë elektoratit. Ti mund të kesh një program shumë të mirë, mund të bësh një luftë të pëlqyeshme në parlament, aktivitet politik të pëlqyeshëm në parlament, por duhet edhe një ekip i ri. Ata cilët kanë humbur duhet të hapin krahun. Nuk po them të dalin nga politika, ka vende edhe për ta sa duhesh, por së paku drejtuesit kryesor duhet të jenë figura të reja, të cilat të ngjallin shpresë dhe besim tek qytetarët. Unë nuk do të ndalem në emra të përveçëm, për respekt kontributit që kam dhënë në PD, por edhe për respekt të bashkëpunimit që kam pas me shumë njerëz aty. Unë e ndoqja rithemelimin sepse ishte bindja ime që kjo që rruga e drejtë. Unë kam qenë zvendësi i Lulzim Bashës, por për çështje themelore kemi ndarë mendim të kundërt. Për shembull për reformën territoriale, për djegjen e mandateve në radhë të parë, por edhe për mos hyrjen në zgjedhjet vendore. Këto ishin arsyet që ne rithemelimin e pritëm me shumë entuziazëm. Shto këtu pastaj premtimet për të transformuar funksionimin e jetës brendshme të PD-s, e cila për të qenë i sinqertë është një forcë ku njeriu duhet të matet shumë herë para të thot një mendim, sepse rrjedhojat negative do të jenë të mëdha. Edhe në çështjet personale nuk dua të zgjatem shumë, por dua të them që për kontributet që kisha, duke qenë se kam dalë i dyti në grup parlamentar në primare, duke qenë se mu premtua dhe më pas nuk u mbajt fjala, por veçanërisht për atë që bën gjatë fushatës ndonjë emisar i PD-s që erdhi porositi strukturat të mos më votojnë, unë i kam darë rrugët me këtë ekip drejtues dhe mund të rikthehem në politikë dhe vetëm në Partinë Demokratike nëse ky ekip drejtues nuk do të jetë më në PD.
Unë jam i djathtë, kam 35 vite në PD, nuk... Shiko, për këto që dëshiron të bashkohet me Ramën, në fundit është zgjedhja e tij. Unë për këto argumenta që kam, nuk kam përçkuar kur majtas. Unë jam një nga të parët kur është themeluar PD-ja, kam kontribuar me aftësitë dhe mundësitë e mia, por nuk kam vendosur që dhe nuk do të vendos kur që unë të kaloj në një forcë tjetër politike. A mund të më krijohen mundësitë për rikthim? Shumë pak, për të mos thënë as pak. Nuk kam besim që shpejt do të kemi një dritare apo një derë të tillë ku të mund të vazhdosh të japësh kontribut në PD. Këta që janë sot i shoh që do të jenë edhe për të mos thënë shumë vite, po të paktën edhe për disa vite do i kesh aty. Partia Demokratike ka sfida shumë të mëdha që fillojnë vitin e ardhshëm me zgjedhjet vendore dhe më pas me zgjedhjet e përgjithshme në 2029. Të ndërtosh strategjinë tënde politike vetëm mbi atë që Edi Rama do konsumohet, Edi Rama do ta haj korrupsionin, Edi Rama ka 4 mandate dhe s'mund të marrë 5 është miopi. Për fat keq, Partia Demokratike po ecën me këtë skenar, që pushteti do të mvijë. Unë mendoj që është një skenar thellësisht i gabuar dhe do të pësojnë zhgënjime të mëdha në zgjedhjet që vijnë, pasi janë tërësisht të paprgatitur për të përballuar zgjedhjet. Sipas mendimit tim, mund të jemi gabuar. Këtu duhet folur për të gjithë opozitën, për të gjithë drejtuesit që janë aty. Në fakt, edhe aty brenda ka njerëz me formim, me dignitet, por rrethanat, sikur se ju thash që aty është vështirë, shumë vështirë që të shprehësh mendimin, por rrethanat kanë gjykuar që rruga më e mirë është të heshtin. Por pjesa tjetër mendoj që është shumë rehat, shumë komode me gjendjen aktuale. Janë në opozit, janë të zgjedhur deputet, kanë një mirëqenie të pranueshme, e dinë që të investohesh për të rrëzuar këtë pushtet, do përpjekje shumë më të mëdha se sa bëjnë, e përjedhoi kanë zgjedhur variantin që të vegjetojnë dhe të presin kush e di, ky zot do t'ju sjellë edhe një herë pushtetin. Për fat keq, mendoj që ky opsion për shumë faktorë, përfshir edhe moshën, i është imponuar edhe zotit Berisha, dhe sot jemi këtu ku jemi. Dhe nuk shoh ndonjë ndryshim që edhe në 2029 Partia Demokratike do të veprojë ndryshe. Edhe protestat që po organizohen, më shumë se sa protesta kundër Ramës, janë protesta për të mbajtur militantët rreth vetes, sepse me thënë të drejtën pas humbjes së zgjedhjeve të 2025-s, 11 majit, dhe daljes së fraksionit apo lëvizjes së Saljanit, unë ndjej një lloj rreziku që një pjesë e mirë e demokratëve mund të shkëputen, sepse nuk shohin shpresë, nuk shohin reagim nga PD-ja, nuk shohin reagim nga ky ekip drejtues, dhe u fillua kjo e ashtu quajtur analizë nëpërmjet foltoreve që po bëjnë në përrethe, dhe më shumë e shikoj si një lëvizje në funksion të zgjedhjeve që do të mbahen brenda partisë në prill, për të garantuar edhe një herë zgjedhjen e këtij ekipi drejtues. Unë jam i bindur në prill, në maj, kur do që të bëhen zgjedhjet, do rizidhet zoti Berisha kryetar partie dhe pjesa dërmuese e këtyre do t'jenë në këto funksione me përjashtim të ndonjë kozmetike që mund bëhet për treguar që ja po afrojmë edhe të rinj, edhe po hapim dyert. Edhe do të vazhdojmë po ato lloj parullash dhe sloganesh që janë hedhur deri tani.
Pavarësisht që problemeve që kam pasur me të, unë e kam parë si pozitive lëvizjen që ka ndërmarrë. Sepse kam menduar që çdo zë apo alternative e re në PD, vetë se mirë i sjell PD-s. Për fat keq e shoh që e ka humbur orientimin tani. Domethënë po sfumohet si lëvizje. Qoftë edhe për asaj që PD-ja duke ndjerë rrezikun e kaloi në vetë përjashtim, koncepte apo praktika të cilat nuk ekzistojnë në asnjë statut të cilës do kohë në PD, por duke ndjerë rrezikun e kaluar në vetë përjashtim. Por që të jemi i vërtet, nuk shoh që të kenë ndonjë objektiv si lëvizje. Nuk shoh objektiv, nuk shoh edhe ndonjë organizim qendror, që çosh një ekip me përjashtim të 2 apo shumë 3 vetave, nuk ka të tjerë të ekspozuar. Madje edhe një 2 si Ali Mehmeti apo ish kandidati për deputet në Auron Aulon Kalaja, më falni, u tërhoqën. Uroj që t'ja dali, por me konfigurimin që është brenda PD-s nuk kam asnjë besim që ai do të arrijë që të ketë mundësinë që të kandidojë për kryetar partie, sepse në fundit nëse nis diçka, do ta nisësh për të marrë partinë, ose për të krijuar një parti të re, ose për të krijuar një fraksion brenda partisë ku më pas nëpërmjet aktivitetit politik tëndit të imponohesh. Por nuk po shoh objektiva të tilla dhe për më tepër, duke qenë se ai praktikisht është i nxjerrë jashtë nga PD-ja, nuk jam optimist që do të ketë ndonjë rezultat kjo lëvizje. Më zhdukur qesharake dhe turpshme, pas 35 vitesh, ne kujtohemi që ka këtu shtëpia e diktatorit, por ne aty e kemi pasur për ditën. Edhe PD-ja me qëndrimet që mbajti, tregoi që i mungon logjika e mirëfillt politike, po kur ke qenë kaq herë në pushtet dhe ke pasur këtë objekt, pse nuk e ke kthyer në muze të vuajtjeve të diktaturës, të burgosur edhe të përndjekurve politik. Po pse sot e pam ne që ekziston kjo, ne e kemi përdorur atë si shtëpi pritje. Kanë hyrë, kanë dalë të huajt, janë strehuar atje, janë shtruar dreka, darka e tjera, sot u detyruam, e kuptuam që qënga dhe i hedhi Molotov. Po edhe sikur ta kemi kuptuar sot, pse Molotovi është zgjidhja? Po pse vetëm shtëpia e diktatorit është relike nga koha e komunizmit? Ja ku e kemi parlamentin, ish komitetin qendror, ku kishte zyrat diktatorit. Ta djegim edhe atë me Molotov e ta shkatrojmë? Po atë piramidën e cila ka qenë mauzole i diktatorit, do ta prishim? Ta shkatrojmë? Pra, kjo logjik nuk qëndron. PD-ja për mendimin tim, me Molotovët që përdori, bëri një gabim politik, dhe më pas e thelloi këtë gabim duke përpjekur ta justifikoj me arsye shumë banale. Më e udhës do kishte qenë të pranoj gabimi i disa militantëve fanatik, të cilët nga njëherë veprojnë edhe më shumë se sa kanë marrë porosit dhe krijojnë situata të pakëndshme për forcën e tyre politike.